Dhe numër 1, Chris Payton. Dhe numër 4, Tyler Cheese. Dhe numër 7, Rezat Mehmeti. Dhe numër 8, Yll Plana. Dhe numër 9, Jens Zeshiri. Dhe numër 10, Alex Konta. Dhe numër 13, Shaquan Juice. Dhe numër 23, Renat Filimani. Dhe numër 34, Amir Hot. Dhe numër 35, Amir Robovci. Dhe numër 37, Jens Zeshiri. Trajnë një skuadrës Zora Asher. Për ekipin e PS, sonë të parashimin të basketbollit. Dhe numër 9, kapiteni Bardar Berisha. Dhe numër 0, Shëndret Lapi. Dhe numër 1, Skylar Plata. Dhe numër 4, Musak Moga. Dhe numër 5, Taj Green. Dhe numër 7, Cesar Edwards. Dhe numër 9, Ali Haidari. Dhe numër 10, Jordan Johnson. Dhe numër 21, Trent Ademaj. Dhe numër 23, Adorem Vojku. Dhe numër 32, Alan Hamilton. Dhe numër 66, Soka Lina. Trajnë një skuadrës dhe Kipsa. Ndeshjen e sotme do drejtojnë gjyqtarët Ndramir Shabani, Arjan Faqe dhe Ana Kera. Vëzhguesi Federatës së Basketbollit të Kosovës, Beke Mariu. Rrës gjetërat e ndritin e në kërë për të respektuar himnin e Republikës së Kosovës.
One. Go, go, go. Let's see.
A e din qa? Kom vendosur me ndru tekstin këngës. Kusht ka thon ty n'bank me shku, ka gabu, hape llogarin ti këtu, ngam ti mu. Hape llogarin në bankën ProCredit 100% online me nënshkrim digital dhe zgjat pakën që të përshtatet ty. O hiç s'ki nevojë për këtë punë bankë me shku. Ngam ti mu. Banka ProCredit. Ngoti yllin. Siguroje jetën në Illyria Life. Adhurues të basketbollit, rikthehemi me pamje 15-30 për Borën. Ju kërkojmë ndjes që çerekun e parë e përcollet pra pa prezencën time. Arsyeja është objektive, shteti jon i dashtun ka vendosur që ta minoj rrugën dhe ta hap rrugën prej Prishtinës në drejtim të PES pa kurfar paralajmërimi, dhe kështu që është dashur të kthehemi nga gjysma e rrugës, të shkojmë katuneve me mjegull dhe me kësi, po me rëndësi është që ja ku jemi së bashku ju dhe unë Go Plus PA për fitoren e 8 si vjet dhe shpërthim në krye të tabelës si lidere vetme përballë ka Borën e cila e ka mbulur Avecin dhe Prishtinën dhe tash sonte kërkon të mbulon edhe PEN për fitoren e 3-3. Apo e shohim aty Musa Mala Green kërkon që Mala të kaloj në anën tjetër. Dardan Berisha 15 pik dallim për Borën e cila me të vërtet ka shpërthyer pas ardhjes së trajnerit Zoran Karsqellanit e atje realizon Tash Green për 17-30. Do të mundohem të marrë vesh se çka ka ndodhur, ju e keni po në pushim edhe së bashku ta bashkomentojmë edhe atë që ka ndodhur në 10 minutat e para, 30 pikë të realizuara të Borës edhe vetëm 15 të PES. Mirë po në anën tjetër vjen treshja e Caesar Edwards 20-32. Dhe ko është faul, dalet në mënyrë të palejuar Tyler Qizi, vetëm edhe shpejt ju informoj se kush janë më efikasët. Tyler Qizi u ngrit nga banka rezervësh, kjo pika e tij e 7 u ndal edhe në mënyrë të palejuar, 7 pik, 10 i ka Hunter, 9 pik Amin Hoti, 3 treshe të tij nga 4 tentime, realizon edhe gjuajtjen e lirë për të rikthyer 15 pike përsi. 20-35. Dardani Amin Hoti është pranë tij. Ja do bën topin Zeqiri, e shpëton këtë top Dardan Berisha, më i miri në duelin e parë. Edhe një herë Caesar Edwards tenton, nuk është i sakt. Alex Hunter dhe topin jashtë atje te Qiz. Tentim për 3 pik. E gote topin Caesar Edwards me gjithë atë Peyton Jr. Qendra e merë këtë top. Ndrim, Arti Hajdari do të inkuadrohet në loj. Në vend të Dardan Berishës. Dardani nuk ka realizuar asnjë pikë deri tash. Startues sonte kanë qenë Flayton, Mala, Green, Hajdari dhe Johnson. Ashtu ka vendosur trajneri Gibson, 15 pike përsi.
Edwards për Musabin, cili ka 6 pikë, 2 treshe, 100% efikas deri tash. Sa radhe e hush, lufton atje Arti Hajdari dhe prek topin Aminhat e pranon. Referët e këtij dueli sonte janë Gadim Shabani, mendimësit e tij Arjan Thaqin dhe Arjan Kerën. Komisioner është Bekim Aliu, vëzhguesi i kësaj ndeshje. Clayton për pak mrapa atje dhe e patë dhe ju vetë reagimin. Të gjithë pretën që ky top do të jenë në Kashmir, po jo do të jenë dy gjuajtje të lira për Tash Greenin, 4 pikë të tij. Deri tash është hera e parë që po gjendet në vijën e gjuajtjeve të lira Greeni. Isak në tentimin e tij të parë, 21-35. Nuk realizon të dytën, mbetet 14 pikë dallim. Zeqiri dhe Green kanë vazhdimisht atje duele. Thellësi, upa, çfarë blokade e Greenit. Bëhet gati për të rikthyer në lojë Adem Mekishi në vend të Tyler Cheese. Edhe njëherë atje e pat çfarë blokade e bërë Shaquan Julesit. Green tenton t'i përgjigjet Jules, nuk ka sukses Edwards në këtë kërcim. Sa e përket kërcimeve, vetëm 7 kërcime deri tash të Pejes, edhe 15 kërcime të Borës. E ky edhe si duket Qenka, ufa, mirë po topi ishte në rënje e sipër. Pikët do të pranohen 21-37. E tani kjo është e përsia më e lartë, 16 pikë. 15 ishte pak më herët në fund të çerekut të parë, 15-30. Flayton kërkon atje blok nga Edwards. Nuk i ardh bloku, kësaj radhe po Edwards. Mekic mirë ndal atje Edwardsin, Mala depërton për Edwardsin, i cili megjithatë me shumë mund, por realizon për 22-37 në asistim të Musabit. Caesar Edwards është kjo pika e tij e 5. Adem Mekishi, i cili në ndeshjen e parë të zhvilluar me 25 tetor në palestrën minatori është zhvilluar ajo ndeshje e parë, përpaksa nuk pa të realizu triple-double. Ka qenë drejtari më i mirë i skuadrës, tentimi Julesit, nuk ka shënim më i larti në kërcim është Green, kundër sulmi shpejt dhe faulli Jetmir Zeqirit. Karqelan atje i thot Jetmirit, duash me pushu pak, i ki shkaktu 2 personale. Deri tash Jetmiri pati 4 pikë, 3 kërcime. Flayton depërton deri në fund dhe realizon për 25-37 dhe timeout kërkon trajneri Karqelani. Sikur se thash edhe në fillim, Go Plus Peja, pra e kërkon fitoren e 8 si vjetë dhe shpërthim në krye tabelës si lidere vetme pas rëshqitjes bashkimit, ndërsa Bora, e cila thash e ka mbulur Rahovecin dhe Prishtinën ditë më parë, sonte kërkon të mbulon edhe Pejen për fitoren e 3 rresht në start të këtij ciklit të dytë
vjeshtor, pra pas disfatës së 3-3 të cilën bashkimi e përjetojnë brëm në përballje me Trepçën në Sezaj Suroj dhe pasi që brenda vetëm 7 ditëve si lideri pa kontestueshëm i ciklit të parë vjeshtor me 7 fitore pa asnjë humbje, tash ka një sukses prej 7 fitore dhe 3 humbjeve me një fitore eventuale sonte. Go Plus PS i është hapur rruga për të kaluar në pozitën e parë të ProCredit Superligës si lideri vetmuar me 8 fitore e 2 humbje, por vetëm nëse arrin ta shkrin borën e cila po mbulon çdo gjë. Me vërtet po mbulon çdo gjë në këtë cikël të dytë vjeshtor dhe po jep sinjale të qarta se ajo krizë rezultate në ciklin e parë vjeshtor, ku pas 7 gjirove pati vetëm 1 fitore e 5 humbje, pra 6 ndeshje i zhvilloi, një ndeshje me Trepçën e ka më pak të pa zhvilluar. E tash në komandën e trajnerit të ri Kashqellanit brenda vetëm 72 orëve me lojë shkëlqyeshme gjurnizoi në Rahovec në Mizajrisma Rahoveci me 85-65 dhe më pas Sigal Prishtinën me 88-78 nominatori. Ja sonte ka startuar shkëlqyeshëm kundër Go Plus PS. Pati e përsi maksimale prej 16 pikëve, por tash me një mini seri, rezultati u afrua në 12. Depërton Amin Hoti, tenton, nuk realizon, lufta vazhdon, flejtë më i larti në kërcim kundër sulmi shpejt për toket e Arti Hajdari. Arti nuk ja pason tash Grinit me njëherë u vonua. Bukur atje për Jordan Johnsonin, kosh foul. Personale atje. Nëse zgaboj Gencit, po Zeqiri i biri basketbolistit të ndjerë, miku tim të dashur Riza Grickës Zeqirit shkakton faul 27 me 37. Johnson i saktë edhe nga vija gjuajtjeve të lira për të afruar rezultatin për herë të parë pas 8 minutave loj në e përsi një shifrore. Amin Hot tenton për treshën e tij të 4 nuk realizon. Arti Hajdari më i larti në kërcim. Jordan Johnson tërheq sulmin, shkon për para, e kthen topin te Arti, i cili tenton, nuk realizon, lufta vazhdon, tash Green dhe në fund Amin Hoti e spastron situatën. 28 me 37 me Kishi në brendi atje për Pejtonin. Opa, shumë gjuajtje. Jo e saktisht ajo. Lëvizje bukur e Musab Malës për Artin, asiston, nuk ishte vetjak. Dhe rezultati afrohet në 31 me 37. Një seri fantastike. Tani kemi 16 me 7 në këte qerek. Dhe e shkrin disavantazhin në vetëm 6. Do të kthehen Talur Qizi dhe Jetmir Zeqiri në parket, natyrisht kjo dyshe e cila ishte e rëndësishme në Acerin, me cilën Bora edhe u shkëput në plus 15, 8 pikë të Tyler Qizit, i cili u ngrit nga banka rezerv, edhe 2 asistime. Për pak sa nuk e vodhi këte top Arti Hajdari, mirë, por Qiz e shpëton me Gjusin atje lufton. Qiz edhe njëherë nuk ka shënim. Arti Hajdari ik në kundërsun. Jordan Johnson për Flejtonin. Musab Mala për treshe. Shikoni muskujt e Musab Malës se si i shtrëngon. 34 me 37. 3 treshe. Rresht në këte qerek për Go Plus Pejon. Time out kërkon edhe njëherë, me njëherë reagon atje trajneri Kashqellan. Tre minuta e 37 sekonda deri në fund të pjesës së parë. Çfarë loje adhurues të basketbollit. Bora, ja dhe Dardan Berisha, basketbollisti më i mirë shqiptari i Kosovës i gjitha kohëve. Thash edhe njëherë me 25 tetor, falni, në palestrën minatori këto dy skuadra u përballën midis vete. Pea shënoi
fitore me rezultat shumë të ngushtë 96-94 përkundër faktit se ka pas 15 pike përsi në atë ndeshjen e parë. Mirë po Bora fal lojës së shkëlqyeshme të kapitenit Adem Mekiqit që për pak nuk pat realizu triple-double, 23 pikë dhe kësimet 8 asistime. Bëri një rikthim të madh dhe në çerekun e 4 madje kishte kaluar në përsi prej 4 pikëve, por në çastet vendimtare kishte shkëlqy kapiteni Dardan Berisha me 3 treshe rresht në 5 minutat e fundit dhe total për 11 pikëve, 22 pikë, 6 treshe të tij. Në atë lojë e sonte është Musab Mala ai i cili po e udhëheq me treshe. Amin Hoti tenton dhe përgjigjet. Amin Hot me treshe në 2 treshe rresht parës për 34-40. Ishin Mala dhe Hajdari ata që shruan 2-3 piksha aresht. E më heret Edwards ai cili kishte shënu dhe mbrojtje e mire Arti Hajdarit atje e blokon Qizin dhe përton deri në fund e kthen topin te Arti. Nuk po bjen shi, po bin treshet sonte në Karagaq. 37-40 treshja e dytë e Artit në këtë çerek, e katërta e Go Plus Pejës. Qëfar blokade ja jep dorën atje Alan Herndon, e ngrit nga parketi Gjulsin. Megjithatë, po pas ka qenë faul se e ka shty me dorë poshtë, e masne e ka bloku. Ate nuk e pam, nuk ka nevojë që të reagohet sepse me të vërtet ishte faul. Vedimi drejt i referve. Po 37-40, qëfar rikthimi senzacional i Go Plus Pejës. 15-30, 22 me 10 në këtë çerek. Deri tash rezultati ka shellan atje flet dhe i jep instruksione. Ja Rez Mehmeti edhe Matej është i lënduar. Mungon sonte 37-41. I sakt nga tentimi i tij i parë Jules. Herën e dytë nuk realizon. Vetëm me 3 pikë. Edhe një Arti Hajdarit. Mirë po Herndon e përmirëson. Jordan Johnson bëhet këshe po gjuan, lëvizja mashtruese bukur. Shushja vjedhi këte top Adem Mekiq ik në kundërsulm coast to coast. Nuk realizon top i vjedhur, aksioni bukur në fund e Huqi. Musab Mala nuk ngutet për të gjuajtur. E organizon sulmin 37-41, vetëm 4 pike përsi tani për Borën. Nga plus 16 saj pat kemi hyrë në 2 minutat e fundit. Musab Mala! Aj, Musabi me treshën e tij të dytë rresht. Në këtë çerek e pesta për Go Plus Pejën, vetëm 1 pikë përsi. Kthehet në lojë skuadra Niko Qire. Tentimi Amin Hotit me u përgjegj, nuk e bën, por e kap kërcimin. Anën tjetër, Mekiqi tenton, nuk realizon. Flayton më i larti në kërcim, kundër sulmi shpejt, por çfarë no look pasi i miri Musab Malës. Flayton i tij rëshiti topi, i jashtëzakonshëm është Musabi sonte, po fluturon, po shkëlqen. Djaloshi i ri me 4 treshe nga 5 tentime. Loka atje i Gjulsit bër Herndonit, e vjedh të top edhe Hanteri. Në nonën tjetër, i shtrengon muskujt, e kthen shmontim total nga Shaquan Jules. Edhe njëherë Alex Hunter e ngrit lart në ajo, ndërsa me alley hoop këtë aksion të bukur e përfundon Shaquan Jules. Është kjo pika e tij e 5 të adhurues basketbollit. 40-43, çfarë rikthimi
senzacionali Go Plus PS. Po e shohim atje sa radhe a reagon trajneri Greg Gibson. Edhe njëherë Arti e vjedh të top. Topi shkon shpejt prej Flejtenit të Musab Mala. 12 pikë të Musabit, i cili në këtë qerek shpërtheu me edhe 2 treshe tjera. I jashtëzakonshëm 12 pikë. Lideri skuadrës tani edhe Arti Hajdari i pati 2 treshe në këtë qerek. Një tjetër e pati Edwards. Pra 5 treshe të realizuara nga 8 tentime. 9 treshe në qerekun e parë, ndërsa tani 8-5 të jashtëzakonshëm. E falë 3 pikshave kundër sulmeve të shpejta. Ajo që e vrejta në këtë qerek e mbylli më mirë koshin Peja. Tani ka 19 kërcime. I pati vetëm 7 në fund të qerekut të parë adhurus të basketbolit. Pra, ishte 15 me 7 në kërcime në fund të qerekut të parë. Dërsa tani janë 20 me 19, pra 13 kërcime në këtë qerek për Go Plus Pejën dhe vetëm 5 për Borën. E mbylli mirë koshin, ajo që është karakteristike lojës Greg Gibsonit, dhe pas mbylljes koshit organizoi sulme kundër sulme të shpejta, pra i tranzicioni i shpejt, i cili nëse nuk përfundonte me deportime, topi kthehej jashtë për treshe. Dhe kësaj radhe 2 herë Arti Hajdari, 2 herë Musabala dhe 1 herë Edwards ishin efikas. Herën e dytë i pasakt Green, 41 me 43 sekondat e fundit, 17 sekonda për këtë sulm të Borës. Nuk ngutët Tyler Cheese, lojtari më i mirë në qerekun e parë. E tani Hunter me 10 dhe Amin Hoti me 12 janë lider. Tentimi Hunterit për 3 pikë, nuk realizon Flejten. Bukur atje kapte edhe një kërcim. Touch Green deporton shpejt lëviz topi Arti Hajdari. I ngriti në hava Zeqirin dhe Hunterin, por ishte i pasakt buzqesh atje kapiteni Dardan Berisha. Hoppala. Unë deshën atje jetë miri dhe Aleksi Hunteri. Mirë po, topi Arti Hajdarit nuk shkoj të vendi. Dhe rezultati pas pjesë së parë, vetët 41 me 43, pas një qereku të parë fantastik ku Bora i realizoi 30 pikë dhe Peja vetëm 15, kemi një rikthim të Go Plus Pejës. 26 me 13, e limitoj në vetëm 13 pikë. Skuadrën Mysafire e shtrëngoj mbrojtjen, mas pari kërcimin në mbrojtje, e mbylli koshin mirë, realizoj kundërsulme, organizoj kundërsulme të shpejta, të cilat nëse nuk përfundonin me deportime, atëhere topi kthehej anash dhe me treshe, 5 treshe, 2 të Musab Malës, 2 të Arti Hajdarit dhe 1 të Edwardsit, arriti që të afron rezultatin nga -16 në vetëm 2 pikë. Adhurus basketbolit shkojnë shpejt me një pauzë të shkurtër para se të kthehemi përsëri në Karagach, ku na pret pjesa e dytë e kësaj ndeshje fenomenale.